Një klim i tensionuar dhe urrejtje ndaj turqëve është krijuar ditën e fundit në Malin e Zi pas një incidenti të dhunshëm në kryeqytetin Podgoricë që çoi në reagime të ashpra dhe akte ksenofobike në disa qytete të vendit. Gjithçka nisi në një përleshje midis shtetasve malazez dhe të huaj ku një i ri nga Podgorica mbeti i plagosur. Fillimisht autoritetet raportuan se një konflikt ishte të përfshirë disa shtetas turq, por hetimet më pas shuan arrestimin e 3 azerbajxhanasve dhe një turku, ndërkohë që policia po vazhdon të verifikojë pamjet filmike për të sqaruar se kush ka qenë nxitsi i ngjarjes. Pavarësisht kësaj, në mbrëmjet që pasuan, turma qytetarësh dolën në rrugë duke bërë thirrje kundër turqëve, me parulla si vriteni turkun dhe turqët jashtë. Në disa raste janë raportuar dhe sulme fizike dhe dëmtime prone ndaj bizneseve dhe banesave të shtetasve turq. Si pasojë e situatës, autoritetet malazeze të sigurisë kanë shtrënguar masat ndaj të huajve, ndërsa nga data 30 tetor qytetarët turq do duhet pajisen përsëri me viza për të hyrë në territorin e Malit të Zi, një vendim që shënon prishjen e përkohshme të marrëveshjes për lëvizje të lirë. Incidenti dhe pasojat e tij kanë gjatur reagime edhe në nivel rajonal. Mediat gjermane kanë cilësuar situatën si ironike, pasi pjesa më e madhe e të huajve të përfshirë në konflikt ishin azerbaxhanas, jo turq. Ndërkohë, opozita në Malin e Zi ka akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić që po ushtron ndikim politik në Podgoricë për të ndikuar ndaj Turqisë, pas mbështetjes që Ankaraja i ka dhënë Kosovës me dërgimin e droneve ushtarake bajraktar. Vučić nga ana e tij ka mohuar kategorikisht të përfshirje, duke quajtur akuzën absurde dhe duke apeluar për qetësi në rajon.